Mirëdita, përshëndetje të gjithëve. Dënimi i sotëm i 4 aktivistëve të lëvizjes së vendosje, Adea Batushës, Adea Arifit, Egzon Halitit dhe Frashë Krasniqit, si dhe pastaj burgosja 3 prej tyre, Frashë Krasniqit, Egzon Halitit dhe Adea Arifit. Nga gjykata themelore e Prishtinës e dëshmoi që ky rast është kryer put politik. Dënimet e larta për aktivistët e lëvizjes së vendosje, pa pasur asnjë provë apo dëshmi, qoftë materiale ose verbale, e zhvendos vendimin e gjykatës nga parimet dhe procedurat e ligjit në te vendimet e ndikimit politike. Ky dënim ka për qëllim të arsyetoj masa drastike të përndjekjes që janë përdorur nga pushteti në këtë rast, e të cilat ja morën jetën njëri prej aktivistëve të akuzuar, Astrid Deharit, i cili vdiq në burgun e Prizrenit në 5 nëntor. Ky vendim nuk sjell drejtësi, nuk e zbardh rastin për të cilin akuzohen aktivistët tonë, por synon ta mbulojë vdekjen e Astridit në burgun e Prizrenit në nëntorin e vitit 2016. Vetë data që është caktuar për të shqiptuar ky dënim, pra sot, më pak se 2 ditë para 19 nëntorit, ku do të votohet në raundin e 2 të zgjedhjeve lokale, tregon se synim i këtij dënimi ka qenë të dëmtohet lëvizja e vendosjes. Ky fakt edhe më shumë e dëshmon se sa politik e as pak i drejtë është vendimi i sotëm i gjykatës. Por kjo nuk e ndal lëvizjen vendosje. Madje ky vendim skaqëmërisht i padrejtë e dëshmon qartë se sa thellë dhe rrezikshëm është kapur shteti Republika e Kosovës, se sa i padrejtë e përndjekës po bëhet gjyqësori në këtë republikë, e sa i ngutshëm e i domosdoshëm po bëhet ndryshimi politik në këtë republikë. Prandaj angazhimi ynë politik, vetëm sa do të shtohet, mobilizimi ynë për 19 nëntor, vetëm sa do të rritet, e rritja e lëvizjes së vendosje vetëm sa do konfirmohet. I ftoj të gjithë anëtarët e lëvizjes së vendosje të jenë të angazhuar e mos e humbin fokusin nga betejë jonë politike. Lufta politike kundër lëvizjes së vendosje, e cila po zhvillohet nga pushteti me këto masa me petkun e gjyqësorit, është një luftë së cilës do t'i përgjigjemi me mobilizim politik në secilën betejë tonë. Natyrisht që e ardhmja dhe më shpejta është kjo betejë elektorale e cila do të zhvillohet në 19 nëntor. Faleminderit, ja kaloj tash fjalën Dardan Molliçajt, i cili do të jap më shumë detale për rastin dhe vendimin e sot. Faleminderit Isak. Të nderuar gazetarë të pranishëm në këtë salë, më lejoni që me qenë se disa nga mediat janë drejt për drejt, t'i përshëndes gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, aktivistët dhe familjet e aktivistëve që sot më ka shqipu një dënim i padrejt. Ajo që unë sot mundam ju thonë me përgjithësi plot, si që kemi thonë për gjithë vitin, është se ky rast ka me përfundu me pafajësi për aktivistët. Pra e di që dikush sot mund të mendojë ndryshe, di që dikush mund të mendojë mërzitur, ndaj kush i gëzum, por ajo që ka më thonë e vërteta e fundit ka më qenë se këta aktivistë janë të pafajshëm. Jo pse po e thot Dardan Molliçaj, jo pse po e thot vetvendosja, po për shkak se e thojnë provat dhe dëshmi. Unë kam përcjell këtë rast si asnjë rast tjetër, drejt për së drejti, edhe thon publikisht, edhe mund do ta kesh përdorin të tjerë, siç pasën kesh përdor në vitin kur arrestuan aktivistët tonë. Ashtu si që janë dënuar sot Adveu, Egzoni, Adea edhe Frashi, ka mujtë më qenë edhe një dënim. Edhe Visari, edhe Shkodrani, Tinka dhe secili aktivist i lëvizjes së vendosjes. Sepse qëllimi është i qartë. Me tentu me i bë dëm vetvendosjes. Po ky tentim dorën zemër ju ka dështu. Pra, këta tentuan në vitin e kaluar me arrestimin aktivistëve tonë për vepra terroriste që do ta largojnë popullin nga vetvendosjes, po përgjigjja e popullit ishte e kundërt. Sa më shumë që pushteti e përsekuton padrejtësisht qytetarin, respektivisht aktivistin, aq më afër populli e ne me popullin kemi më qenë. Këta kanë marrë përgjigjen me 11 qershor, ta do ta marrin përgjigjen vazhdimsi. Për më u kthy veç pak rastit në 2-3 tema krejt kryesore. Se nuk e dija e keni përcjell. I ftoj krejt media që janë këtu. Krejt njerëz që kanë dyshime, e që kanë drejt, mundën me shku dhe mi marrë proces verbalet e seancave gjyqësore. Secili dëshmitar në rast ka deklaru të kundërt në asaj që ka deklaru në rastin e deklaratën polici. Pra, secili dëshmitar. Nuk e kemi asnjë dëshmitar që e fajson ndonjërin prej aktivistëve. Madje dëshmitari kryesor që është pretenduar gjithë nga prokuroria, ai ka qenë i cili ka pretenduar që ka shik motorin. Në seancën gjyqësore, e keni po them në gjykatë, jo çfarë po them, deklaron publikisht që unë nuk mund t'i identifikoj nëse këta që janë sallë janë vlerësit të motorit. Pra, kjo është një nga dëshmi.
Pra po thëmë, shkoni, këshyrni në personës, i keni proces verbale që ka thonë secili, dhe nëse njëri për juve siguron që një dëshmitar ka thonë që këta aktivist kanë thonë njërën për atyni që në akuzu, atëherë ne majmë përgjësi edhe publike, edhe morale, edhe politike dhe çka do tjetë. E dyta, nuk ka asë një raport të asë një institucioni vendoras ndërkombëtar që ka thonë fjallën më të vogël, ose fjallin më të gjatë, që aktivistët tonë kanë lidhje me rastin. Përkundrazi, përfshi me forenzikë, përfshi me testet ADN-s, përfshi me testet dhe hulumtimet e krejt pajisëve që ju kanë konfisku, të gjitha zyrtarisht tregojnë që aktivistët tonë nuk kanë lidhje. A dini çka tha sot gjyqtari Kaludra në rastin? Tha Adheu dhe Egzoni, pasi që e kanë sulmu kuvendin e Republikës, tha kanë hypur në motor, tha dhe e kanë djegur motor. Ky është konstatimi që sot e keni nga gjyqtari. Pamje ose imazhe të asaj periudhe kohore të motorit dhe njerëzve që kanë qenë motor janë dërgu për verifikim të FBI në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe zyrtarisht FBI thëtë që pamje që ne kemi analizu, që ne kemi dërgu ju, nuk mundën me identifiku as njonin prej aktivistave që ju po thonë. Pra, një institucion më kredibilin botë për krime, zyrtarisht me letër thotë që nuk ka mujtë me bo lidhje mes imazheve dërgume dhe aktivistave që ja kanë çu fotografi, dhe gjyqtari për te ekspertizës thotë këta dy janë hyjë. Para mendoni, pra janë të shkruar dhe të thonë. E para është e shkruar për institucionit, e dyta është të thonë për gjyqtarit. Nëse dikush ma konstaton të ndryshme, atëherë unë them, po aktivistët tonë janë fajtorë. Kjo është e vërteta e dytë, shumë e madhe, e cila e dëshmon që ka qenë në qëllë. Pse është politik? Se na jemi mësu këtë gjykatat tona me thonë shumë shpesh politike. Sa harë që dikush që kanë pëlqyer vendimet ka pas që kanë thonë që është politike. Po shumë e thjeshtë është politike. Ju që përcjellni gjykatat e deri në sakt. Për vendimet e tilla, prej momentit të seancës ku thuhet fjalët e fundit, pra seanca e fjalëve përfundimtare, 3 deri 15 ditë ka afat kohor për me shpall një dënim. Pse gjyqtari e boni në afat rekord? Pse gjyqtari se lat honin? Pse gjyqtari se lat mort? Se na hepi dim që s'ka rëndësia është politika sot, s'ka rëndësia kanë bua se kanë bua në një moment. Konotacioni, efekti është krejtësisht politik. Dami përfitimet, sakrifica, këto janë politike. Pse gjyqtari, pja mërmenja juve, vendosi pas ditën e fundit fushatës? Ku ka pas afat 15 ditë. Madje njëjti gjyqtar e gjyqtarë të tjerë, nëse marrin mend, kanë vendosur që urdhër arrestin për Albin Kurtin, që ka qenë fuqi për rastin e gazit, e ka tërhequr kohë fushatë. Pra e ka pezullu vendimin e vetë se është fushatë. Edhe për deputet tjerë, jo vetëm për Albin. Ai njëjti në fushat, të pas hapësirë ligjore, e vendos bashkë ditën fushatës. Por përgjigja ka më qenë ndryshe. Përgjigja ka më qenë krejtësisht për asaj që ata po presin krejtësisht të ndryshme. Unë ju betohem këtu dhe ju zotohem në emrin të vetëvendosjes që klani Pronto, në krye me Kadri Veseli, e ky tjetri klani i dorëzimit që i fërkon Durrës, që është LDK-ja me Isa Mustafa në krye, që janë bë gati me e sulmu vetëvendosjen në mënyra ndryshme, nuk kanë me arrit. Në Kosovë nuk ka me pas drejtësi derisa kriminalë shkojnë në burg. E vetëvendosja deri njërin e fundit met, pa i qukta në burg nuk ka me lojnë. E në burg kanë me shku edhe klani Pronto, edhe ky klani që i fërkon Durrës e që i ka dosje të komunë, sepse kjo rruga atyne. Kjo nuk është as për inati, nuk është as për mërzi, po është vetëm një mënyrë drejtë. Me këta njerëz nuk ka drejtësi. Dhe me këta njerëz nuk ka zhvillim e demokraci. Kështu që sonte ne kemi tubimin në 1 tetor. Pra aty ku kanë fillu shumë protesta e shumë kryngritje të studentëve të Kosovës kundër regjimeve të ndryshme. Ku në ato protesta shumë studentë janë dënuar me 10 vite burg. Në ora 8 është tubimi përmbyllë si fushatës e vendosjes. Dhe për aty na kemi mjavja përgjigjen krejt këtyne të cilët kanë dashur me dëmtu vendosjen. E marrin man që përgjigja ka më vonë shumë befasuese për ta. E marrin man se dilën kanë marrë përgjigjen tjetër, ku vendosja do të qeverisë me komunat më të mëdha në Kosovë. E marrin man prapë përsëris që aktivistët e vendosjes kanë me qenë çtu me neve, me aktivistë tjerë dhe në këtë sallë kanë me tregu që kanë qenë pafajshëm, e po ashtu marrin mend që gjithë ata që kanë pas përgjegjësi kanë më shku në burg dëshmën e zdeshëm, sepse drejtësia jonë ka më qenë. Faleminderit.
tash nëse keni pyetje për këto që I tham, jemi gatshëm për përgjigjem. A mund të përgjithësi çfarë e politike për gjithë ato që kanë bërë sot aktivistët që unë të mashinë edhe se të vjen gjithçka me apo bëj kjo kritik politike apo pasë gjykatën apo sa. Po, unë besoj që nëse e ke ndjek procesin gjyqësor dhe nëse ndoshta ato që tha Dallon, atëherë dëshmohet që këtu jo që s'ka fakte. Mirë po edhe ato provat që I ka dorëzu prokuroria si prova janë demantu në mënyrën më kredibile dhe shkencore analizë. Dhe kjo është pjesa ose segmenti kryesor I politizimit të çështës, ku tregon që në fakt gjykatësi merr vendim bazuar në urdhra dhe dikimet politike, sepse po kishte marrë vendim bazuar në prova dhe dëshmi, atëherë të aktivistë ishin sot të shpallur pafajshëm, sepse nuk ka asnjë provë të vetme e asnjë dëshmi të vetme që I lidh të aktivistë me rastin. Dhe e dyta është politike, sepse, siç e shpjegoi Dalloni, ky rast është vendosur pikërisht, mos them 2 ditë, 1 ditë e gjysmë para hapjes së vendvotimeve që lidhet drejt për së drejti me synimin e tentimin për ta dëmtuar elektoralisht lëvizjen vetëvendosje, që është synim I partive që aktualisht e kanë kapur shtetin e që kontrollojnë shtetin dhe të cilat ndihen të rrezikuara nga rritja e lëvizjes vetëvendosje në rrafshin politik e në rrafshin elektoral. Zdemović tha që pret që këta aktivistë shkollën pafajshëm. Nga kush pret që shkollën pafajshëm? Nuk thoni që sistemi drejtësisht është I kapur nga politika. Sigurisht që tash ju dini që procedurat janë që duhet shkojnë në apel. Pra vendimi nuk është I formës prerë, ndonse kur dënimi është 5 vite e sipër, duhet shkojë automatikisht në vujtje të dënimit kushdo që e merr. Do të jetë shkolla apelit, do të jetë supremja, po bigjen e kam 2 çështje. E para është që asnjë provë, pra po them, jo unë, po cili do njeri mundem kur doni me diskutu ditë e natë, nëse dikush thotë që ka një provë, unë të hiq në veç një, jo shumë, veç një. Kështu që s'ka mundësi tjetër. E dyta, nëse jemi bindur që është politik. Edhe nëse jemi bindur që është për një përdërim. Se arrestimi ka qenë për përdërim para zgjedhjeve nacionale. Dënimi është për përdërim për dëmtim në zgjedhje lokale. Arrestimi nuk ju ka funksionuar, përkundrazi na ka rrit. Dënimi ka më arrit hala më shumë, sepse qytetarët e Republikës e dinë që zgjedhen gjyqtarët, klani pranë. Kur konsumohet, s'ka më përfitime, vjen një gjykatë më vonë dhe I lë. Ju e dini, fillim I arrestuar me bujë, mas nejnë shumë në arrest, mas nejnë shumë krejt lirë, tash I dënon. Cili është kuptimi që njerëz për terrorizëm I lënë arrest shtëpiak. Cili është dënimi që njerëz për terrorizëm I liron krejt. Edhe mas nejnë dënon me vite shumë. Dhe tu e di që kjo është politike, dhe tu e di që jo vetëm politike në kuptimin afatgjat, po përdorim afat shkurt, kryen zgjedhje, vetëvendosja fiton, shkojmë në apel dhe është një trup tjetër gjykues I cili thotë kanë gabu. Edhe se s'ka qysh ndryshe. Unë po them për një mes s'ka qysh ndryshe. Dhe I ftoj secilin gjyqtar, secilin prokuror që ka qenë në rast në debat publik për me pa krejt qytetarët e Republikës dhe nëse ata mundën me thonë një fakt të vetëm përkundër letrave tyne që I kanë, atëherë ne pranojmë fajsi një ata po unë visari dhe secili aktivist I vetëvendosjes. Kështu që s'ka qysh ndryshe, por kjo ka qenë një tendencë e cila dorën zemër nuk është e re, as në Kosovë e as në vendet autoritare të korruptuara. Krejt që ndodh është aktivistë opozitar, montohen raste jo vetëm për terrorizëm, por për gjithçka. Ato raste gjithë përfundojnë të pafajshme mas një kohë, por disa njerëz e vujnë. Në këtë rast, më shumë e më problemi është që Astrid Dahari s'është më. Të gjithë tjerët jemi, dhe të gjithë tjerët kemi me qenë, dhe të gjithë tjerët kemi me bëu Kosovën një vend në të cilin këta që janë kriminale kanë më shku në burg, e aktivistat, e qytetarët e Republikës, pavarësisht cilët parti, kanë me qenë aty ku ata dojnë, fushata, tubime, në zgjedhje, edhe në për pozita tyne që I fitojnë në zgjedhje. Do të jetë kjo forma e vetme e kundërshtimit apo ka një formë tjetër, protesta, ndoshta apo do të pritet të përfundojë procesi zgjedhor? Po ne tash sapo e morëm këtë aktgjykim, madje nuk kemi marrë aktgjykimin e plot dhe presim atë natyrisht që do të bëjmë me njëherë paraqitje në gjykatën e apelit përmes avokatëve në mënyrë që ta apelojë ky vendim ose ky dënim ndaj aktivistëve, I cili për ne është I papranueshëm dhe sigurisht që do ta kundërshtojmë atë në forma tjera demokratike në mënyrë që të insistojmë që drejtësia të zbardhet për këtë rast dhe aktivistët tonë ta kenë statusin e pafajshëm në këtë rast ashtu siç e ndajtë. A mund të pas protesta?
Tash për tash nuk mund të them asgjë për këtë gjë. Unë thash që kemi një betejë jashtëzakonisht të rëndësishme politike, e cila do të vijë pas një vite e gjysmë dhe për të jemi të përgatitur dhe po punojmë intensivisht dhe pastaj natyrisht do të vinë të tjerë. Ju thotë që do të marrë një përgjigje sot të bimin e lëvizjes dhe vendosjes të Mitetorit. Çfarë përgjigje? Përmendet protestat e Mitetorit natë të shtatës, ato kanë qenë ndryshe nga ato sot. Përgjigja është masiviteti. Përgjigja është ajo të cilën keni me pa ju sot, ku shumica e njerëzve kanë marrë dhe siç nuk i nxoni salla në tubimin e fundit elektoral për datës 22. Nuk do t'i nxanë sot, edhe do të tregojnë që populli e ka kuptuar që klani pronto. Dhe gjithmonë ky klani i dorëzimit që veç gëzohet kur ndodh ndaj sen e kur gjë s'bën, ka me marrë përgjigjen. Pra përgjigja ka me qenë prej popullit. Jo prej meje, jo prej vetëvendosjes, jo prej ndonjë aktivisti, po ajo ka me qenë përgjigja. Edhe regjimet e kalume, kur kanë fillu prej 1 tetorit, përgjigjen e kanë marrë gjithmonë prej popullit. Populli i Kosovës i ka rrezu gjitha regjimin. Ka mi rrezu edhe këta, sa ku merr nuk e di. Nisja, shenja e parë është sonte, e të dielën do ta marrin përgjigjen përfundimtare përkundër klaneve tyne që i kanë përgatitur, të cilat si gjithmonë kanë mbi dështuar në raport me vendosjen. Faleminderit. Faleminderit.